Handhele, rasti i Handheles. Ka dalë në mes të rrugës të Medinës. Mes të rrugës të Medinës edhe me zot lartë, nafaka Handhele. Shikoni, kjo shumë me kuptu këtë. Me qenë vetë kritik. Po, nafaka Handhele, këtë sahabët e këshirë, në mes të rrugës. Munafik Handhele. Po, është bo diftisht për veti. Ato e njofin Handhele nuk o kështu. Çka ka ndodhur diçka, a ka ndodhur këtë kureshtar për këshirë, ama kush s'pi flet. Edhe duke hec, vjen te Abu Bekri, takohet me Abu Bekrin. I thotë Abu Bekrit, nafaka Handhele. O Handhele, çka ka ndodhur? Çka ka ndodhur, më thon ti më thon kështu vetes. Pse po gjikon kështu për vete? Thotë Abu Bekr, kur po shkojmë te pejgamberi, po na tregon për xhenetin, për xhehenemin. Imani po mritet, po ndjej. Ajo ndjen, imani është më thon, ndjen. Po ndjej, po mritet imani. Sa po shkoj te familja, te gruaja dhe fëmijët, te shtëpia, po ndron. Nuk e kam atë ndjen, e kjo thot dyftirësi. Tash Abu Bekri i thot Handheles, o Handhele, edhe mua po ndodh kjo. Hajde shkënja të pejgamberit. Mirë, kush pi thot? Abu Bekri pi thot Handheles. Mirë, a nuk ishte Abu Bekri që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me marr imanin e Abu Bekrit me një kraht peshorës, edhe imanin e tjerëve me një kraht peshorës. Kish me randu imani e Abu Bekrit. Që ke Abu Bekr e thot edhe mua po ndodh kjo. Ku ta marrim përgjigjen? Na duhet me ditë këtë informatë, ç'ish ndodh kjo? Ku për postet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur shkon atje, kur ja tregojnë se çka është çështja, ja rësna kur po vim te ti, po na tregon për xhenetin, për xhenemin, aty po ndikohemi edhe imani po na rritet. Sa po shkojmë te familjet tona, edhe Abu Bekri edhe Handhele bashkë. Pa kujdesia. Gafleti. Natyra e njeriu. Këtë natyrë na ka kriju Allah subhanahu wa taala. Edhe tash ka buzëqes pejgamberi alayhis salatu. Ka qenë një përgjigje nëse marrin për këtë transmetimeve, ta japin një përgjigje të përbashkët. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se ju po ta ruani imanin sigur ku jeni pranë meje edhe në familjet e juaja, domethënë kishin mujt mi pa melekët, sikur që e shihnin njëri tjetrin. Ti kishin përshëndet. Me një transmetim thotë melek kishin me ardhur e kishin ndi veten nderuar me ju përshëndet. Para mendo. Ama s'ndodh kjo. Nuk ndodh kjo, po i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sa, më thon çaste. Një çast rritet, një çast më një herë bjen. Unë shpesh e marr shembull te këto që punojnë ndërtimtari e kanë një, i thojnë label ajo, ose Wasserwaage gjermanisht. Vase me shkaktuit, ajo. I tham, provone praktikisht. Çështja e imanit sa mundesh me rujt, merr atë labelën edhe majnë në dorë. Sa sekunda nëse s'lëviz hiç. Domethënë, apo jo, lëviz më një herë, çashtu imani. Varësisht ambientit. Na pse po dojmë u shoqëru me shokë të mirë që na këshillojnë, ta rrymë këtë iman. Se çështja më e shtrenjtë për ne është kjo udhëzim, kjo iman. Se kur hin besimtarët, kur hin xhenet, rreshtohen me lek katodian, e presin si një krijetar që e presin këto me tepik të kush, me gardhën aty, me këtë ndërime të mëdha. Me lek dalin për që këtë krijesa njeri, edhe çka i thon selamun aleikum tibtum. Paq për juve, shumë mirë është bë për juve. Edhe ndo transmetime është bile kanë më pyet me lek si arritet me rujt imanin. Se çka është faktor për një. Sa ata të mbrojtur, me lekët nuk bëna se. Edhe ato habitën ju, na kemi pa ndonjë si është tjetër. Sfida keni pasur probleme, çfarë? Çka keni si arritet me rujt imanin me shpëtu, me armë të shpëtuar këtu me hingjen. Edhe vijojnë ato ndërimet ashtu. Domthon kjo është tani që ne edhe këshilla, nuk thotë kot pejgamberi e dinu nasiha. Domthon feja shumë e pas ka një shtyll shumë kryesore, shumë asi u mbështet ka nasihat. Këtë feja është nasihat. Këtë këshilla. Edhe të shkon neve, domethënë, ndoshta harosh ndonjëherë haron vetë. Një këshill dikon vallahi ban shumë dikon. Shumë dikon. Motivon njeriu edhe i arrit ambicjet edhe domethënë dikush më thon njerë ke frikë Allahun ose atë më një herë rikthehesh pak. Edhe me xhumin, sigur.